Xhamat, sa prej njerëzve na kanë vdekur më herët, duke mos e ditë fjalën la ilaha illallah. Sa prej prindve tonë, sa prej të dashurve tonë, sa prej vëllezërve, motrave, akraba e farefis, e kujshit, kanë vdekur pa fjalën la ilaha illallah. Asë që e kanë ditë. Prandaj kjo ka ndonë tragjedi tek njerëzit. Duhet të ngjallin fjalën la ilaha illallah, të mos vdesin njerëzit ashtu në gaflet. Prandaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i lejon të njerëzit të vdesin pa fjalën la ilaha illallah. Prandaj thot Ebu Said al-Khudri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم بقول لا إله إلا الله. Që do të thotë, përkujtojeni atyre që po vdesin fjalën la ilaha illallah. Atyre që po vdesin, e fatkeqësisht ne kur shkojmë e bëjmë mabet, e bëjmë llaf, kurse ai është në drejtë të vdekjes, ka nevojë për t'ia përkujtuar fjalën la ilaha illallah. Ashtu siç tregon Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi se një djalosh prej hebrejve, i cili e shërbente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është të smuar rënd. Rasulullah shkoi tek ai në shtëpi. I hyri mbrapa, është afruar afër kokës tij, e përgledhi dhe i tha: "Ja gulam, aslim." I tha: "O djalosh, nështruju Allahut." I tha atij: "Kul la ilaha illallah." Thuaj la ilaha illallah wa anni rasulullah, dhe unë jam i dërguari i Allahut. Djaloshi në drejtë të vdekjes e pa babën e vet. Ishte hebrej, baba i tij hebrej. Por baba i tij i tha: "Ati' Abul Qasim." I tha: "Nderoje Abul Qasim." Baban e Qasimit e kishte qëllimin për Resulullahun, nga se Resulullahun e kishte një djalë i cili i quaj Qasim, djali më i madh. Dhe hebrejt nuk e quanin Resulullah Muhammedin, nuk e pranonin. Mirë po i thonin ndonjëherë Muhammed apo Abul Qasim, me emrin apo me emrin e djalit të tij të madh. I tha djaloshit vet: "Ati' Abul Qasim." Respekto Abul Qasim, Muhammedin, ato që ai po thot ty. Djaloshi u kthye ka Resulullah para vdekjes, e i tha: "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Resulullah shumë u gëzu. Kur e tha këtë fjalë, dule Resulullah dhe tha: "Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar." Falënderimi i takon Allahut për të cilin e ngriti këtë djalosh, e shpëtoi këtë djalosh, e ngriti nga zjarri, e shpëtoi. Nuk shkoi shumë qaste, shumë pak momente, vdiq djalosh. Vdiq në fjalën la ilaha illallah. Prandaj, ne do të mundohemi që të afërmit tonë, spaku, ato më të ngushtit, kur të ndëgjojmë se janë në hall në drejtë vdekjes, kanë smundje të rënd, afroju, spaku një herë thuaj la ilaha illallah, përkujtoj ati. Pasë Rasulullah u thot: "Laqinu mautakum bi qawli la ilaha illallah." Përkujtoni atyre që po vdesin fjalën la ilaha illallah. Prandaj ata që vdesin në fjalën la ilaha illallah, thënë sahabët, selefët dhe gjeneratët të cilin ishin pas Rasulullah: "Men mata muwahhidan dakhala al-janna qat'an ala kulli hal." Që do të thotë, ai i cili është në njëshmërinë e Allahut, e njësot e vetëm Allahun,
ka gjunahe, ka gabime, por nuk ka shqip, tanë sahabët, nësa ai vdes me një shmëri të Allahut, pa marë parasysh farë halli ka, pa marë parasysh farë mëkate ka, është për gjenet live. Edhe nëse futët në zjarë, për ato mëkate, ai përsëri do të kthehet në xhenet. Prandaj ne do të mundoni të afërmit tanë, të dashurit tanë, ata që i kemi të afër, e ke rastin, përkujtoja u fjallën la ilaha illallah. Nga se mundet kjo fjallë të jetë shkaptare, një sebeb i mirë, që herë do kur do mund të shpëtojë dhe të del nga zjarri. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما